Ju mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore. Sot kujtohet 15 dhjetori i vrasjeve shtetërore përgjatë protestës 21 janarit para kryeministrisë, ku 4 qytetarë të pafajshëm u qelluan me armë për vdekje nga godina i qeverisë. Edi Rama sulmoi drejtësinë e re dhe pafuqinë e saj për të kapur ujkun vrasës që ulet në kuvent, ndërsa siç tha ai, humbet rrugën duke kërkuar gjurmët e tij. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, as përmbysja e sistemit vjetër drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor, dhe as rënja e kultit të pandëshkushmërisë së individëve të veshur me pushtet politik nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë mbi 21 janarin. 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. Me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh se 15 vjet bëhen sot. Unë e kam ditur dhe e kam thënë, është në shumë kronika apo intervista që në kryet herës se 20 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për të cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kurrë. Dhe pastaj strukturat e reja speciale, krejtësisht të pavarura që u krijuan në kuadrin e reformës drejtësi, nuk do të ngrinin, e pa imagjinueshme për mua, asnjë akuzë të vërtet për 21 janarin, as pas 15 vjetësh nga vrasjet mizore në bulevardin kryesor të Shqipërisë. Fatkeqësisht për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet e pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite, duke mbajtur peng punë me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Gjykata e Strasburgut i nënvizoi shumë qartë si shkelje të konventës europiane, qoftë përdorimin e pajustifikuar të forcës vdekjeprurse, qoftë mungesën e bazës legjitime për të mbrojtur zyrën e kryeministit me forcë vdekjeprurse, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin ngjarjen. Në rrjedhën e vendimit të Strasburgut, Gjykata e Lartë ka formuluar një ndër dokumentet më të plot, më të pa kontestueshëm, profesionalisht dhe moralisht, dhe ka vënë faktikisht në lëvizje hetimet që kanë rinisur. Ndërkohë që shpresa vdes e fundit,
Ndërsa nevoja për drejtësi nuk vdes kur, edhe kur vdes shpresa. Dhe megjithëse unë nuk e di, dot, edhe sa vite do të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun, di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfojë me se s'bën. Ndërsa në fshatin Zenelaj të Gjirokastrës, familjarët e të ndjerit Ziver Veizi, një prej 4 protestuesve të vrarë në bulevard në 21 janar të 2011-ës, kanë mbajtur dhe kanë zhvilluar homazhe për të ndjerin, janë përcjell edhe mesazhe sigurisht për drejtësinë e munguar. Pas 15 vitesh, të homazhe i kanë ndjekur direkt nga Gjirokastra, kolegu Elidon Berberi e kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Elidon, të përshëndes, më shumë se sa një ceremoni përkujtimore ishin edhe homazhet ku u bën thirrje për drejtësi, apo jo? Absolutisht që po, Kassandra, pasi kemi të bëjmë me ngjarje shumë të rëndë, ku 15 vite më parë në kryeqytet kemi patur 4 humbje jete, një me syre edhe Ziver Veizi, i cili është nga Gjirokastra dhe pikërisht në ditën e sotme në fshatin Zenelaj, në vendindjen e tij janë kryer edhe homazhe ku kemi patur një pjesëmarrje jo vetëm të familjarëve, por edhe të miqve, si dhe drejtues të pushtetit vendor këtu në Gjirokastër. Sërish apeli familjarëve shkon ndaj drejtësisë për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë, e cila lëngon prej 15 vitesh, dhe sipas familjarëve ende ajo nuk është vendosur në vendin e dur, në vendin e saj, ndërsa sipas mbesës Ziver Veizit, Zamira Veizit, kjo është një plagë e cila nuk është vetëm për këtë familje, por për të gjithë shoqërinë e vendit tonë. Ka patur një pjesëmarrje shumë të lartë në këtë homazh, në këtë ditë, ashtu siç edhe vitet e kaluara, por çfarë kanë thënë më tepër dhe çfarë kërkojnë të pranishmit familjarët, por edhe drejtuesit e pushtetit lokal, ata kanë dhënë dhe intervistat e tyre për televizionin tonë. Sot ne jemi mbledhur për të përkujtuar xhaxhain ton, 15 vjetori humbjes nga data e ngjarjes tragjike të 21 janarit. Plaga e 21 janarit nuk është vetëm plagë për ne dhe për familjen tonë, por është plagë për gjithë shoqërinë, dhe në qoftë se nuk zbardhet, nuk vihet drejtësi për 21 janarin, besimi ndaj institucioneve dhe shtetit nuk do të jetë nga ana e shoqërisë shqiptare. Jemi sot në përkujtim të 15 vjetorit të një ngjarje jo të zakontë për kombin ton. Jemi sot duke kujtuar ata burra të cilët na treguan se dëshmorët nuk janë vetëm në kohë lufte, po janë edhe në kohë paqe. Ata burra të cilët na treguan se kufiri ndërmjet një shteti demokratik dhe një shteti diktatorial është shumë i zbehtë, dhe pikërisht për ta forcuar këtë duhet kontributi gjithë secilit. Kujtuam sot djalin e Gjirokastrës dhe u përulëm me nderim përpara veprës së tij dhe dhimbjes së familjes së tij. Mirë, Elidon, ndoqëm kështu edhe këto deklaratat të dhëna përgjatë homazheve të mbajtura, sa i takon një ceremonie përkujtimore të zhvilluar pikërisht për kujtuar Ziver Veizi, një prej 4 protestuesve të vrarë 15 vite më parë në protestën e mbajtur para kryeministrisë. Unë të falenderoj dhe për raportimin e drejtë për drejtë. Mbetemi po të 21 janari, një çështje në fakt që po hetohet nga SPAK, por nuk kemi ende asnjë përgjegjës për këtë ngjarje të rëndë, se në çfarë faze janë hetimet. Lidhemi direkt nga SPAK me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, 15 vite pas kësaj ngjarje, SPAK po e heton krimin shtetëror të 21 janarit. Kemi afata apo sinjale se ky hetim mund të çojë në një vendim konkret?
Në fakt, Kassandra, duke qenë se është marrë në pyetje i gjithë zinxhiri komandues, ashtu siç është rekomanduar edhe nga gjykata për të drejtat e njeriut për krimin shtetëror të 21 janarit 2011, ku u vran 4 protestues dhe u plagosën edhe disa qindra persona të tjerë. Në fakt, në këtë fazë hetimi janë marrë këto persona në pyetje duke nisur që nga Sali Berisha, Lulzim Basha, Ilir Meta, por edhe persona të tjerë që nga Kryegardës Andrea Prendi dhe personave që kanë qenë në zinxhirin komandues dhe që kanë qelluar në drejtim të protestuesve kanë marrë urdhrin si duket, duke qelluar me plumba, jo manovër, por me plumba të vërtet dhe përpasoj pra ku humbën jetën 4 persona. Tashmë me marrjen e tyre në pyetje jemi në drejt fazës përfundimtare ku do të jenë edhe mbledhja e gjitha provave ku prokuroria e posaçme ka administruar qoftë audioregjistrimet mes komunikimeve të efektiveve të gardës, por edhe përgjigjeve të tjera, pra audioregjistrimet që janë dorëzuar në prokurorinë e posaçme, ekspertiza që janë kryer qoftë në Itali për sa i përket edhe plumbave që kanë goditur protestuesit, por edhe ekspertizat e tjera që janë kryer në terren. Tashmë këto fakte janë në tryezën e prokurorisë së posaçme, edhe audioregjistrimi i Gardës së Republikës vijon të jetë në tryezën e prokurorëve të posaçëm. Janë të gjitha dëshmit, duke nisur nga Sali Berisha, Lulzim Basha dhe personave të tjerë që kanë qenë në zinxhirin komandues po ashtu në prokurorinë e posaçme, dhe tashmë do të jetë konkludimet, paktën sipas asaj çka mësohet në prokurorinë e posaçme, për të dhënë nëse ka një akuzë të ngritur dhe për të marrë persona të pandehur, pra përgjetur fajtorin, por edhe përgjegjësit se kush e dha edhe urdhrin për qelluar në drejtim të protestuesve, dhe zinxhirin komandues sigurisht nëse do të gjendet përgjegjës do të kemi persona tashmë të pandehur, të paktën sipas atyre hetimeve dhe që pritet të merren nga ana e prokurorisë së posaçme, dhe mbetet për të parë se si do të vijohet me tej, pasi tashmë jemi në fazë si duket rreth përfundimit të kësaj çështje, pra të hetimit të 21 janarit. Ervin, për të ndalur pak së bashku edhe të një tjetër çështje që lidhet me gjykatën e posaçme, është dënuar deputeti Agron Shehaj apo jo? Pikërisht bëhet fjalë për një gjyq që ka pasur në gjykatën e posaçme Agron Shehaj me kreun e Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj. Në fakt gjykata e posaçme ka vendosur që ta dënojë Shehajin dhe ta gjejë fajtor vetëm për veprën penale të fyerjes, duke e dënuar me 3 milion lekë të vjetra apo 300.000 lekë të reja Agron Shehajin, të cilët duhet i paguaj në fakt si pasojë e fyerjeve që ai ka bërë ndaj Adriatik Lapajt. Paktën kjo është gjetja e gjykatës së posaçme, ndërsa nuk e ka gjetur fajtor për veprën tjetër penale, atë të shpifjes. Ky është vendimi i gjykatës, ndërsa tashmë pritet edhe një lëvizje mbase e Adriatik Lapajt nëse do të bëj ankimim të vendimit që u dha ditën e sotme nga gjyqtari i posaçëm Erion Çela, apo do të pranoj shkallën e parë, pra apo do ta çojë në shkallën e dytë ato të gjykatës së apelit. E kuptoj. Faleminderit, Ervin, për këtë raportim të drejtë për drejtë. Mirë, do shojmë tani një informacion të minutës së fundit. Bëhet fjalë për emërimin në krye të autoritetit kombëtar të ushqimit Blerina Gjylameti. Do të jetë pikërisht ish deputetja e Partisë Socialiste, e cila do të drejtojë autoritetin kombëtar të ushqimit. Kujtojmë që Blerina Gjylameti nuk ka marrë mandatin e deputetit në zgjedhjet e 11 maj të vitit kaluar. Në krye të AKU-s ka qenë Manush Kullolli, ndërsa në këtë detyrë tashmë e pason ish deputetja e Partisë Socialiste. Kujtojmë këtu që siguria ushqimore është një prej grup kapitujve më të rëndësishëm sa i takon edhe rrugës së Shqipërisë drejt integrimit, e me sa duket është ky emërim që vjen në kuadër të gjithë punës që bëhet për sigurinë ushqimore dhe punës që autoriteti kombëtar i ushqimit duhet të kryej pikërisht për sigurinë ushqimore, dhe ky emërim i ish deputetes së Partisë Socialiste me sa duket vjen edhe në kuadër pikërisht të grup kapitullit sfidues të Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit që lidhet me sigurinë ushqimore.
Mirë, pam këtë zhvillim minutës së fundit, do ecim më tej. Partia Demokratike ka denoncuar në SPAK sërish Rena Gjokën pas një reagimi enigmatik të prokurorisë së përgjithshme. Reagimi thotë se ka përfunduar një hetim për gjyqtaren speciale, por pas sqaruar se në çfarë përfundimi ka arritur dosja hetimore që tani është dorëzuar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. ABC News mëson se Gjoka është dënuar në mungesë në Greqi për falsifikim vize. SPAK po e heton vetë Gjokën, e cila nëse gjendet fajtore rrezikon ndjekje penale. Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar verifikimin për gjyqtaren e gjykatës së posaçme Irena Gjoka, lidhur me deklarime që ajo ka bërë në formularin e vetë deklarimit të datës 22 prill 2016, ndonse nuk ka bërë publik asnjë dokument. Mësohet se nga hetimet Prokuroria e Përgjithshme ka administruar një vendim autentik të autoriteteve greke për dënimin e Irena Gjokës më 7 korrik 2005 nga gjykata e Janinës. Në këtë dokument thuhet se Irena Gjoka është dënuar për shkak të tjetërsimit të një vize greke duke i zgjatur vlefshmërinë. Ky incident është shënuar me 24 vjetor të vitit 2002 në pikën kufitare të Kakavijes. Prokuroria e Përgjithshme këtë gjetje i ka përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor si organi përgjegjës për verifikimin e kushteve. Prokuroria tha se sektori i dekriminalizimit ja ka dërguar zyrtarisht me datën 19 janar 2026 rezultatet e këtij verifikimi pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili duhet të interpretojë rezultatet e gjetjeve. Verifikimet nga Prokuroria e Përgjithshme u bën mbi bazën e kërkesës së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 8 maj 2024. Tashmë Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet të shqyrtojë nëse gjetjet e prokurorisë përbëjnë kusht ndalimi për ushtrimin e funksionit publik, bazuar në ligjin 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, ndryshe nga sa thot Prokuroria e Përgjithshme, që sipas tyre kanë kryer verifikim brenda dhe jashtë vendit. Gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka ka mohuar të jetë dënuar ndonjëherë në formularin e dekriminalizimit të vitit 2016. Në të njëjtën kohë, për këtë çështje SPAK po zhvillon hetime në një procedim penal pa emër. Irena Gjoka rrezikon shkarkim nga detyre, por edhe marrje të pandehur, sipas nenit 190, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularve, ose paraqitja rrethanave të rreme në këtë të fundit, që u drejtohet organeve shtetërore, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vite. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 5 vite. Ndërsa gjykata kushtetuese një seanca për kërkesën e gjykatësve për rritje rroge, kryeministri Rama e ka quajtur këtë një farsë të shëmtuar të tokave të zeza që sipas tij po kërkojnë të rrisin rrogat sa herë ju teket dhe në një përpjekje antikushtetuese për të marrë rolin e qeverisë dhe të parlamentit. Kryeministri vlerëson prokurorinë e posaçme SPAK që sipas tij nuk u bë pjesë e kësaj padije nga Unioni i Gjyqtarëve. Një farsë të shëmtuar të tokave të zeza e ka cilësuar kryeministri Edi Rama kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve për të rritur pagat për herë të dytë brenda 3 vitesh. Seanca e zhvilluar këtë të martë në gjykatën kushtetuese me dyert të mbyllura për shkak të problemeve teknike për shefin e qeverisë, cënon piramidën shtetërore të pagave. Sot gjykata kushtetuese po zhvillon fatkeqësisht pa transmetim direkt për shkaqe teknike, farsën më të shëmtuar të imagjinueshme, e cila i është imponuar nga 2 shoqata gjyqtarësh, të cilët duan të rrisin rrogat e tyre me gjyq, duke thyer piramidën shtetërore të pagave, ndërkohë që janë kategoria më e lartë paguar në Shqipëri, si rezultat i mbështetjes që kjo shumicë qeverisëse i dha për hir të reformës në drejtësi pushtetit gjyqësor. Kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve Rama e konsideron ndërhyrje të gjyqësorit në punën e ekzekutivit, ndaj një thirrje e ka për gjykatën kushtetuese. I vetmi vend në botë ku gjykuesit paguhen më shumë se sa çdo kusht tjetër duke marrë kompetencat kushtetuese të qeverisë e të parlamentit për politikën e pagave. Ky është një skandal logjik, moral, ligjor dhe kushtetues, të cilën uroj që gjykata kushtetuese të mos e lejojë kurrësesi të kthehet në një turp kombëtar. Në mbyllje të reagimit të tij, Rama vlerësoi SPAK, i cili nuk ju bashkua padisë Unionit të Gjyqtarëve për rritje pagash, të cilin kryeministri e cilëson marrë babozi në emër të pavarësisë së gjyqësorit, ndërkohë që kjo nuk është hera e parë që Rama ngre shqetësimin se gjyqtarët kanë marrë kompetenca që cënojnë balancën mes pushteteve. Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, së bashku me bashkëshortin e saj Jared Kushner, kanë bërritur këtë të mërkur në qytetin e Vlorës në masa të repta sigurie për të zhvilluar disa takime. Megjithatë do lidhemi direkt nga Vlora me kolegun Elton Nika për të mësuar më tepër lidhur me vizitën e tyre.
Elton, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh nga mbërritja e vajzës së presidentit amerikan Donald Trump së bashku me bashkëshortin e saj? Në fakt ata kanë mbritur rreth orës 10 të mëngjesit të sotëm në një nga hotelet e qytetit të Vlorës në zonën e ujit të ftohtë apo në zonën e Lungomares, ku pritet të zhvillojnë disa takime me arkitektë ndryshëm mbi investimet dhe projektet e parashikuara në qytetin e Vlorës, kryesisht në ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnecit. Nga jo çfarë kam mësuar, pritet që veç takimit që është zhvilluar pikërisht në një nga hotelet i cili ndodhet pas kallave të mi në zonën e Lungomares, pritet të zhvillojnë dhe disa, nëse mund të themi, vizita në qytetin e Vlorës, kryesisht përgjatë vijës bregdetare të qytetit bregdetar për të parë nga afër pikërisht zonat në cilat pritet të investohet në qytetin e Vlorës. Pikërisht dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Jared Kushner, por dhe vajza e tij Ivanka Trump kanë mbritur në masa të repta sigurie nga policia e Vlorës, ku janë shoqëruar që në hyrje të qytetit bregdetar deri në mbritjen në hotel nga forcat të shumta të policisë së Vlorës, ndërsa takimi ka qenë tërësisht privat, pa praninë e mediave dhe pa praninë e personave të tjerë, saqë mund të themi në nisje apo përpara mbritjes së tyre në një prej hoteleve në qytetin e Vlorës, kanë mbritur dhe forcat e policisë, të cilat kanë bërë të mundur edhe vendosjen e perimetrit të sigurisë deri në mbritjen e zotit Kushner dhe Ivanka Trump pikërisht në qytetin e Vlorës. Takimi në brendësi të hotelit, pra siç e thash, mbi investimet e pritshme në qytetin e Vlorës, por do të ketë edhe disa inspektime pikërisht në qytetin bregdetar gjatë ditës së sotme. E kuptoj. Mirë, Elton, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Do kemi një shkëputje fare të shkurtër, do rikthehemi sërish në Shqipëri sot. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do ndalem tani të një informacion i minutës së fundit. Është xhaxhai i Alex Nikës, Mark Nika, është paraqitur në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku do të ketë një takim me prokurorin e çështjes Alfred Shehu. Lidhemi për të mësuar më tepër dyre nga SPAK me kolegun Erbil Dreka. Po Ervin, çfarë dihet deri më tani për motivet përse është paraqitur Mark Nika në prokurorin e posaçme? Kasana duke qenë se sot shënohet pra edhe 21 janari, një ditë përkujtimore për atë krim shtetëror që ndodhi në vitin 2011 ku vran 4 protestues, ndërsa ditën e sotme xhaxhai i Alex Nikës, një nga personat e vrarë në këtë protestë, bëhet fjalë për Mark Nikën, ai ka ardhur në prokurorinë e posaçme për një takim me prokurorin e çështjes që po heton edhe dosjen e 21 janarit, krimin shtetëror me 4 persona të vrarë dhe qindra persona të tjerë të plagosur nga armët dhe plumbat e gardës së Republikës. Në fakt xhaxhai Alex Nikës, të ndjerit pra xhaxhai Alex Nikës, Mark Nika ka deklaruar në hyrje të prokurorisë së posaçme se ka kërkuar vetë këtë takim me Alfred Shehun, prokurorin, për të mësuar se në çfarë janë hetimet dhe çfarë kanë gjetur hetuesit e prokurorisë së posaçme për 21 janarin. Ai vetëm pak momente më parë ka hyrë brenda ambienteve të prokurorisë së posaçme dhe pritet ky takim me prokurorin Alfred Shehu për të mësuar edhe lidhur me hetimet që ka bërë, ndërsa të paktën në një prononcim të shkurtër që ka bërë para se të hynte në SPAK, ai ka thënë se zëri pra që është dorëzuar edhe prokurorisë së posaçme, ku dëgjohen edhe komunikimet mes Gardës së Republikës, tashmë ka një të identifikuar, të paktën sipas pretendimit që ka bërë dhe xhaxhai Alex Nikës Mark Nika, ndërsa për të tjera ata janë çështje të sekretit hetimor. Megjithëse do të kemi edhe një prononcim të tij të Mark Nikës pas daljes nga ana e prokurorisë së posaçme. Kujtojmë se kanë qenë pikërisht të familjar të afërmit të Alex Nikës, të ndjeri që u vra në protestën e 20 janarit, që kanë bërë që procesi të rihapet në prokurorinë e posaçme, të rinis pra edhe një hetim, ku deri në këtë fazë pra kemi marrë në pyetje nga ana e prokurorisë, kemi të marrë në pyetje nga ana e prokurorit të posaçëm Alfred Shehu, gjithë zinxhirin komandues, por edhe ish kryeministrin asaj kohe Sali Berisha, i cili pavarësisht se quan një krim shtetëror, nuk mban përgjegjësi për duke hedhur fajin tek Garda e Republikës, duke thënë se ishin ata që kanë qelluar dhe kanë vepruar sipas detyrës. Tashmë, pas daljes nga ana e prokurorisë së posaçme të xhaxhait të ndjerit Alex Nika, do të kemi një prononcim se ç'lidhje në çfarë kanë qenë hetimet, por edhe se çfarë ka biseduar me prokurorin Alfred Shehu që po heton 21 janari. E kuptoj, po ndërkohë ndjekim pak se çfarë ka deklaruar Mark Nika përpara se të futet në ambientet e prokurorisë posaçme.
Jo, ka kërkova ta kemi. Kur dalë përse të më parësit. Mirë, Ervin, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt, për këtë zhvillim minutës fundit. Do të shohim tani së bashku të tjera informacione. Moti i keq ka përfshirë juglindjen dhe verilindjen e vendit, duke sjell rreshje dëbore dhe erë të fortë, situata paraqitet më problematike në zonat malore të Korçës dhe Kukësit. Autoritetet raportojnë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona, ndërsa ekipet janë në terren për të normalizuar situatën. Në doganën e Qafthanës, nga ana e Maqedonisë së Veriut, është ndaluar përkohësisht qarkullimi i kamionëve për t'i hapur rrugë punës së mjeteve borpastruese. Moti i keq ka përfshirë juglindjen dhe verlindjen e vendit, duke sjellë rreshje bore dhe erë të fortë, të cilat krijuan vështirësi në qarkullim dhe probleme në furnizimin me energji elektrike. Në qarkun e Korçës, rreshjet e borës të shoqëruara me erë të fortë kanë qenë më intensive në zonat malore. Në doganën e Qafthanës, nga ana e Maqedonisë së Veriut, është ndaluar përkohësisht qarkullimi i kamionëve për t'i hapur rrugë punës së mjeteve borpastruese. Situata paraqitet problematike në aksin Bobështic-Dardh, ku era e fortë ka krijuar shtresa bore që në disa segmente kalojnë mbi 50 cm, ndërsa në disa zona arrinte deri në 1 metër. Prefektura e Qarkut Korçë njofton se kontraktorët janë në terren dhe po punojnë për pastrimin dhe kriposjen e akseve rrugore. Ndërkohë në verilindje të vendit janë rikthyer rreshjet e borës, por me intensitet më të ulët. Rreshjet kanë nisur në orët e para të mëngjesit. Në qytetin e Kukësit, rreshtia e borës është 2 deri në 3 cm, ndërsa në zonat malore arrin deri në 10 cm. Problematikat kryesore lidhen me qarkullimin rrugor. Në rrugën e Kombit, mjetet borpastruese kanë punuar përgjatë gjithë gjatësisë së aksit, duke e pastruar dhe kriposur për të shmangur bllokimet. Edhe në rrugët e tjera nacionale, situata është mbajtur nën kontroll. Vështirësi raportohen në disa rrugë rurale në njësitë administrative të thella, në Kukës, Haz dhe Tropoj. Komisioni i Emergjencave Civile njofton se në disa fshatra ka mungesë të energjisë elektrike. Autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme, të përdorin goma dimrore dhe zinxhir, si dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për çdo zhvillim të ri të situatës. Pikërisht për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës, qarkullimi është vështirësuar në disa akse rrugore. Policia e shtetit nëpërmjet një njoftimi zyrtar thotë se të gjithë patrullat janë në terren me qëllim parandalimin e aksidenteve për të ndihmuar përdoruesit e rrugës në rast nevoje. Policia po bashkëpunon me entet pronare të rrugëve dhe firmat kontraktore me qëllim pastrimin e rrugëve nga bora dhe shpërndarjen e kripës. Policia rrugore apelon që drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes gjatë lëvizjes, të respektojnë sinjalistikën, të pajisen me zinxhir dhe goma dimrore dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve të policisë. Ndërkohë, vala e dytë e përmbytjeve në Fier detyroi Bashkinë që të nisë një tjetër aksion për pastrimin e Bregdetit. Mbetjet plastike, inerte dhe lëndrusore që sollën vërshimet e lumenjve në grupderdhje llogariten të jenë qindra tonë, të cilat janë shpërndar me sa duket në gjithë vijën bregdetare. Do lidhemi direkt për të mësuar si situata me kolegen Valbona Davidi në Fier. Albona, të përshëndes, si është situata në këto momente që flasim dhe si po vijon ky aksion? Është një aksion në fakt i cili ka rinisur, duhet të themi, është hera e dytë, pra është një val tjetër që përmbytjesh që përfshiu rajonin e Fierit gjatë ditëve të para të janarit dhe që detyroi sërish daljen në terren të ekipeve të ndërmarrjes së pastrimit për të rinisur një tjetër aksion, pra për të bërë një tjetër aksion pastrimi nga materialet kryesisht plastik dhe lëndrusore, të cilat janë depozituar në grupderdhjet e 2 lumenjve kryesor që përshkojnë
rajonin Bashkinë e Fierit, që është Vjosa dhe Semani, respektivisht me grupderdhjen në Darzez dhe Semani me grupderdhjen në pjesën e Semanit në fshatin Seman. Është pastruar, është një operacion që, sikundër tham, ka nisur në dhjetor me valën e parë të përmbytjeve, tashmë rinisi duke bërë që të ketë rezultate të dukshme, por edhe të matshme, sepse sipas të dhënave nga ndërmarrja e pastrimit në Bashkinë e Fierit, deri tani është pastruar një distancë vije bregdetare prej 20 kilometrash që ka të bëjë me 2 grupderdhje, pra të Semanit dhe Vjosës, në një gjerësi prej 150 metrash, në total 300 hektar bregdet është pastruar nga mbetjet që sollën 2 lumenjt përgjatë 2 përmbytjeve radhazi. Dhe ndërkohë duhet themi se aksioni vazhdon, ndërkohë që sasia e matshme deri tani, e cila do të depozitohet në landfillin e inceneratorit të Fierit, dhe është depozituar pjesa që është mbledhur, është 100 ton, konkretisht 400 ton, thot ndërmarrja e pastrimit dhe qelburimit të Bashkisë së Fierit. Sikundër tham, ky është aksioni i dytë, pritet që të vazhdojë, ka nisur në Darzez dhe pritet të përfundojë në skajin tjetër, pra në atë që është grupderdhja e Semanit, në bregdetin e Semanit, ndërkohë që inspektori Oldi Reseli i ndërmarrjes së pastrimit ka treguar me detaje se si do të zhvillohet dhe si do të vazhdojë ky aksion. Po e ndjekim. Është para disa kohësh, ose më saktë në dhjetor, në fund të dhjetorit ne kemi përfunduar një aksion pastrimi dhe gjithë vija bregdetare, duke filluar që nga gryka e lumit Vjos dhe deri në grykën e lumit Seman është përfunduar dhe është pastruar e gjithë. Mendoj se me këtë rast duhet bërë një sensibilizim qytetarëve që të mos hedhin mbetje në grupderdhjet përgjatë lumenjve, sepse ne e dimë që lumenjt nuk është se janë të zonës tonë, gjithë vija e lumenjve është Vjosa vjen nga Greqia që përfshin rrethet të tjera dhe gjitha këto zbarkojnë në Darzez dhe në Seman. Ku do të çojnë këto mbetje? Këto mbetje, pasi të mblidhen me punëtorët, me mjetet e bashkisë, do çohen direkt në incinerator. Mirë, Valbona, ndoqëm kështu edhe këtë prononcim nga pushteti vendor sa i takon gjithë punës që po vijon për pastrimin e mbetjeve nga lumenjt. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt. Kompania ajrore Ryanair njofton këtë të martë hapjen e një baze të re në aeroportin e Tiranës, duke nisur nga prilli me një investim prej $400 milion, 4 avion në bazë dhe 20 destinacione të reja drejt qyteteve europiane. Ryanair do operoj gjithsej 43 linja ajrore nga Tirana, duke rritur trafiku në mbi 6 milion pasagjerë në vit. Linja ajrore Ryanair me kosto të ulët në Shqipëri njoftoi zgjerimin e operacioneve nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës me shtimin e avionit të 4 në bazën e Tiranës nga prilli 2026, si pjesë e një investimi prej $400 milion. Për sezonin veror 2026, kompania do të operojë gjithsej 43 linja direkte, përfshirë 20 linja të reja drejt qyteteve europiane. An investment of $400 million by Ryanair here in Tirana. Zgjerimi i bazës së Ryanair në Tiranë është një dëshmi e fortë e partneritetit tonë dhe ambicjes sonë të përbashkët për rritje të qëndrueshme, duke kombinuar rjetin dhe eksperiencën e Ryanair me kapacitetet në rritje të shpejtë të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, të nxitura nga investimet strategjike të grupit Kastrati në infrastrukturë, teknologji dhe ekselencë operacionale. Ne po krijojmë mundësi të reja për turizmin, biznesin dhe zhvillimin ekonomik në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin. Ky zgjerim pritet të rrisë trafikun ajror me 50%, duke arritur në rreth 4 milion pasagjerë në vit, si dhe të mbështesë mbi 3.000 vende pune në Shqipëri. Ky investim miliona dollar i Ryanair në Tiranë është rezultati drejt për drejt i politikës proaktive të qeverisë shqiptare për heqjen e taksave të aviacionit dhe i rritjes së suksesshme të aeroportit të Tiranës. Ryanair Group CEO is the testament that Albania has become in fact Zgjerimi i bazës së Ryanair në Tiranë është një dëshmi e fortë e partneritetit tonë dhe ambicjes sonë të përbashkët për rritje të qëndrueshme. Duke kombinuar rjetin dhe eksperiencën e Ryanair me kapacitetet në rritje të shpejtë të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, të nxitura nga investimet strategjike të grupit Kastrati në infrastrukturë, teknologji dhe ekselencë operacionale, ne po krijojmë mundësi të reja për turizmin, biznesin dhe zhvillimin ekonomik në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin.
Ryanair planifikon të rritet në mbi 6 milion pasagjerë në vit dhe të zgjerojë bazën deri në 6 avion në Tiranë me një investim prej $600 milion deri në vitin 2030, duke ofruar mbi 60 linja me tarifa të ulta. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al, ABC News e ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Pas pak me edicionin e mesditës do jeni me kolegen Fabiola Hoxha, në bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendje.